Rregulli i parë, numër 1 që ju mësojnë nëse ju rastisht shkoni në një trajnim shitjesh, është se klienti duhet ta pëlqejë shitsin. Pra nëse ti je shitsi, klienti duhet të ketë një farë pëlqimi për ty, kështu apo jo? Kjo qasje nuk ka asgjë të gabuar, thjesht nuk është rregulli i parë, është rregulli i dytë. Rregulli i parë është që fillimisht ti të pëlqesh klientin dhe ka një arsye shumë të fortë për këtë. Parimi i radhës në psikologjinë e bindjes, për cilën do të flasim, është pëlqimi ose simpatia. Të gjithë mendojmë se e dim se çfarë është pëlqimi, por ashtu si me reciprocitetin, përdorimi më i mirë i tij kërkon disa praktika të posaçme. Tani të shohim një rast konkret se si firma e kontabilitetit dhe konsulencës, KPMG, tregon se sa rëndësishme është marrëdhënia pozitive në biznes. Fillimisht, KPMG-ja krijoi një algoritëm për të matur nëse marrëdhënia midis menaxherit dhe një klientit ishte e dobët, mesatarisht e fortë apo e fortë. Dhe qëllimi i këtij algoritmi ishte për të matur nëse forca e kësaj marrëdhënieje përcakton nëse klienti do t'i përgjigjet me po një ofertë të mundshme biznesit të mëpastajshme. Pra ideja ishte për të matur nëse forca e kësaj marrëdhënies që krijohej midis menaxherit dhe klientit përcaktonte fatin e ofertës. Ata zbuluan se kur marrëdhënia me klientin ishte e dobët ose nuk ekzistonte fare, menaxheri e shiste ofertën vetëm në 21% të rasteve. Ndërsa kur menaxherët kishin një marrëdhënie mesatarisht të fortë me klientin, mesatare, pra, arrinin të merrin një po në 45% të rasteve. Por ndikimi i vërtet vinte kur marrëdhënia ishte tashmë e fortë. Në këto kushte, menaxheri i shitjes ose operatori e shiste ofertën 65 deri në 70% të rasteve. Pra është e qartë se njerëzit preferojnë të bëjnë biznes brenda marrëdhënieve të mira. Por në botën e sotme të vrullshme dhe të përshpejtuar, njerëzit thonë se nuk kanë kohë që të ushqejnë dhe të forcojnë marrëdhënie në këtë mënyrë. Thjesht janë shumë të ngarkuar për të marrë me këtë gjë. Por sa kohë duhet në të vërtetë për të forcuar një marrëdhënie? Duke përdorur 3 aktivizuesit e pëlqimit, që janë ngjashmëritë, lëvdatat dhe bashkëpunimi. Ngjashmëria është shkalla në të cilën klienti dhe shitsi kanë gjërat përbashkëta me njëri tjetrin, lavdërimi është dhënia e komplimenteve të sinqerta dhe bashkëpunimi është puna me dikë drejt një qëllimi të përbashkët. Pra, aktivizuesi thotë që na pëlqejnë më shumë ata që na ngjajnë ose janë të ngjashëm me ne. Studimet tregojnë se kjo ndodh edhe atëherë kur ngjashmëria është shumë e vogël, si për shembull një emër që tingëllon i ngjashëm. Studiuesit dërguan me post disa pyetësor, duke ndryshuar emrin dërguesit që të ishte i ngjashëm me emrin e marrësit dhe në një rast tjetër krejt i ndryshëm nga emri i marrësit. Për shembull, në kushtin e emrave të ngjashëm mund të shkruanin nëse marrësi ishte Robert Greer, dërguesin e bënin Bob Grieger, që të rimonin me njëri tjetrin. Ndërsa në kushtin e ndryshëm e bënin Mark Moore, që s'ka asnjë lidhje rimore, tingëllon ndryshe nga Greer. E njëjta gjë u bë edhe për gratë, ku nëse emri i marrëses ishte Cynthia Johnson, në ngjashmëri bëhej që dërguesja ta kishte emrin Cindy Johansson, ndërsa në rastin e ndryshëm bëhej që ta kishte Betty Green, që s'ka lidhje fare me Cindy. E kuptoni idenë. Tani vini re se sa ndikim kishte kjo ngjashmëri e vogël në ushtrimin e ndikimit social. Kur studiuesit analizuan se sa prej tyre e plotësuan pyetësorin dhe e rikthyen zarfin me post, u tronditën. Kur emrat ishin të ngjashëm me njëri tjetrit, marrësit ishin 2 fish më të prirë për ta plotësuar pyetësorin dhe për ta rikthyer me post. Tani pse një gjë kaq e parëndësishme sa tingulli i emrit të ketë kaq shumë ndikim? Sepse njerëzit i pëlqejnë ata që u ngjajnë, edhe në gjërat e vogla. Dhe njerëzit thonë po ndaj atyre që i pëlqejnë. Nëse diçka kaq e vogël si një emër i ngjashëm
mund të ndikojë në pranimin e një kërkese. Imagjinoni se çfarë ndikimi mund të ketë një ngjashmëri tjetër më e madhe, si prejardhja apo interesat apo qëndrimet për çështje të ndryshme. Mësimi i rëndësishëm pra këtu është se përpara se të bëjmë biznes ose një kërkesë ndaj dikujt që nuk e njohim mirë, duhet të marrim kohë të mësojmë për të, për historinë e tij, çfarë i pëlqen, çfarë si pëlqen, hobet e kështu me radhë. Ka dy mënyra kryesore për ta bërë këtë. E para është të kërkojmë në internet për personin, çfarë ka postuar vetë personi në rrjetet sociale, sepse ky nuk është informacion privat, është ajo që ata vetë duan që njerëzit të dinë për ta. Mënyra e dytë është të krijosh një mundësi ndërveprimi thjesht miqësor, si për shembull të takosh për kafe, të flasësh për familjen përpara një telefonate ose të drekoni bashkë përpara një takimi pune të rëndësishëm. Dhe për ta kuptuar efektin e ngjashmërisë në procesin e pëlqimit, le të shohim një tjetër studim i kryer mbi disa negociatorë. Këta negociatorë u desh që të negocionin mes tyre përmes emailit mbi një kontratë biznesi shumë të vështirë. Tani emaili është kanali më i ftohtë i komunikimit që kemi shpikur ndonjëherë. Nuk të jep as ndjesi njerëzore, as nuk ka takim, as nuk e shef fytyrën e tjetrit, as nuk ke një mënyrë tjetër për ta njohur më thellë. Janë vetëm fjalë pra që shfaqen në ekran. Dhe si rezultat, në këtë studim, pati shumë negociata që dështuan, sepse nuk u arrit një marrëveshje e pranueshme për të dyja palët. Në fakt, 30% e rasteve përfundonin pas një marrëveshje. Por pastaj studiuesit bën një ndryshim të vogël në procedurë dhe gjithçka ndryshoi. Grupi tjetër të negocimit u kërkua që të dërgonin informacione personale tek pala tjetër përpara se të fillonin negociatat reale. Dhe në këtë informacion personal të shkronin për përshkrimet e hobive të tyre, të interesave, muzikën e preferuar, sfondin familjar, historitë jetësore e kështu me radhë. Rezultatet ishin dramatike. Përqindja e dështimeve ra nga 30% në 6%. Dhe më e rëndësishmja për ne ishte që nuk kishte sasia informacionit ajo që bëri ndryshimin, ishte numri i ngjashmërive që zbuluan ata në ato informacione. Je fëmia i vetëm? Edhe unë. Je i fiksuar pas barbekyuve koreane? Edhe unë. Na pëlqejnë të dyve filmat horror? Sa bukur. Faktori kyç ishte ngjashmëria, gjëra që nuk i dinin për njëri tjetrin derisa i ndan paraprakisht këto informacione personale. Tashi çfarë do të thotë kjo për ne? Se ne nuk punojmë negociator. Nëse doni të negocioni, të kontraktoni apo të pajtoni me dikë, të bëni një kontratë, një biznes, përpara se të nisni, merrni kohë që të gjeni disa ngjashmëri, edhe ato të voglat, sepse do të arrisin ndjeshëm mundësinë për të patur një marrëveshje të dëshirueshme për të dyja palët. Tani le të shohim aktivizuesin e dytë të pëlqimit, që është lëvdata. Lavdërimi. Si funksionon lavdërimi? Askush nuk e shpjegon këtë më mirë se sa veprimet e mbajtësit të rekordit botëror të shitjeve, Joe Girard. Girard ishte shitësi më i mirë i makinave në Shtetet e Bashkuara për 12 vite me radhë, sepse shiste mesatarisht 5 makina ose kamion çdo ditë pune. Dhe kjo është një shifër jashtëzakonshme, të shesësh 5 kamion në ditë. Joe më shiron pra faktin që nuk është e vërtet që na pëlqejnë vetëm ata që na ngjajnë, por gjithashtu neve na pëlqejnë ata që ju pëlqejmë dhe na e thonë këtë. Si e bëri këtë Girardi? Çdo muaj Girard i dërgonte secilit prej 13.000 klientëve të tij një kartolinë urimi për festën përkatëse të atij muajit, si gëzuar festën e falënderimeve, gëzuar ditën e pavarësisë apo gëzuar vitin e ri. Por në brendësitë e kartolinës kishte një mesazh të printuar që nuk ndryshonte kurrë, ku gjithmonë Girard shkruante I like you, dhe nuk kishte asgjë tjetër përveç se emrit të Girardit dhe poshtë I like you. Ky mesazh vinte me post çdo muaj 12 herë në vit si mesahat. I like you. Në një kartolinë të printuar që shkonte për 13.000 njerëz të tjerë. A mund të funksionojë një deklaratë e tillë simpatie, kaq e pa personalizuar, kaq qartë as i e dizajnuar për të shitur makina? Joe Girard mendonte se po. Dhe një njeri kaq i suksesshëm në atë kohë meriton vëmendjen tonë, sepse ka diçka që na ikën.
Girard kishte kuptuar një fakt shumë të rëndësishëm për natyrën njerëzore. Në përgjithësi, njerëzit i besojnë lavdërimet, por nuk mbaron me kaq. Ata pëlqejnë edhe lavdëruesin. Nuk pëlqejnë vetëm komplimentin, por edhe komplimentuesin. Tani me që lavdërimi mund të jetë i sinqert ose jo, përballemi mes një zgjedhjeje, servilit dhe ekspertit. Nga ana servilit, edhe pse komplimenti i rrem, fake, mund ta bëj dikë që të na pëlqejë mbrapsht, kjo nuk do të zgjas shumë, sepse nuk do vonoj që tjetri do ta kuptoj se po shtiresh. Është e panatyrshme. Mendoje kështu, është më e drejtë, më e ndershme. Nëse ti je një ekspert, merr kohën dhe mundimin për gjetur të përbashkëta me tjetrin, dhe për të përgjetur mënyrë për ta lavdëruar tjetrin, diçka që vërtet e çmon tek tjetri. Dhe do ta fitosh shumë më shpejt simpatinë, thjesht shife me vëmendje. Dhe sapo tjetrit kuptoj që ti e pëlqen atë, ndodh diçka shumë e veçantë. Bien ndyshimet e tyre, nëse mund t'ju besojnë apo jo. Pse? Sepse në nënvetdije të gjithë e dim se nuk mund të mashtrohemi nga njerëzit që na pëlqejnë. Sepse sado që mund të mos duam ta pranojmë, ne të gjithë, secili prej nesh, japim më të mirën tonë për ata që i pëlqejmë. Vetëm për ata. Kështu që lavdërimi është i rëndësishëm për të aktivizuar simpatinë. Por mënyra si, koha dhe momenti kur e lavdëron tjetrin, bën një ndryshim të madh. Ka dy mënyra veçanërisht efektive për ta përforcuar, amplifikuar ndikimin e komplimenteve. E para është që komplimenti duhet të bëhet pas shpinës së dikujt. Pra duhet të jetë indirekt. Të lavdërosh dikë pas shpine mund të jetë shumë më efektive se sa t'ja thuash drejt për drejt. Supozo që je në një mbledhje me stafin dhe shefi yt thot diçka që ti e konsideron të mençur, dhe ti nuk mund të thuash ide shkëlqyer shef, të lumt, bravo, pëlqeu. Pse duket si një servil interesagji, s'ka kuptim, është duket fake. Pra çfarë mund të bësh? Gjatë një pushimi për kafe ose mbasi mbaron mbledhja, thuaja asistentit të shefit mendimin tënd. Më pëlqeu shumë ajo që tha Sokoli sot në mbledhje dhe mu duk një ide brillante. Tani forma e dytë e komplimentimit efektive që jep përforcim lavdërimit është kur ti ta bësh komplimentin lëvdatën në momentin që personi bën diçka që ti dëshiron të vazhdoj ta bëj atë. Pra është koherent. Sekreti vërtet pra i parimit të simpatisë është ta pëlqesh personin me të cilin je. E përsëris, po thuaj se në çdo trajnim shitjesh, ku mund të kesh marrë pjesë ose do marrësh pjesë, do të thuhet se rregulli numër 1 i shitjeve është që klientit të pëlqejë shitsin. Kjo qasje nuk është as pak e gabuar, po thjesht nuk është rregulli i parë, është rregulli i dytë. Rregulli i parë është që fillimisht ti të pëlqesh klientin. Siç e kemi theksuar, edhe më parë, kjo ka rëndësi sepse kur ata ndjejnë se vërtet i pëlqejmë, do të ndihen më të sigurt me ne. Dhe nëse më të vërtet i pëlqejmë ata, atëherë ata kanë të drejtë që të ndjehen njësoj për ne. Kjo do të thotë se duhet të bëjmë detyrat e shtëpisë me vëmendje për të gjetur gjëra që kemi më të vërtet të përbashkëta me ata që duam të bashkëpunojmë, ose gjëra për cilat realisht mund t'i komplimentojmë ata me sinqeritet, me ndershmëri, apo fusha të tjera ku mund të bashkëpunojmë në mënyra të ndershme. Pra për ta përmbledhur parimin e pëlqimit, pëlqyeshmërisë, simpatisë, mbaj mend gjithmonë këto 4 pyetje që një ekspert i mirë i bindjes duhet t'ja bëj vetes përpara gjithmonë. A e kam bërë mjaftueshëm punën time duke kërkuar për të zbuluar aktivizuesit dhe përforcuesit e pëlqimit? A jam i sigurt që nuk po më shpëton ndonjë gjë? Çfarë kam të përbashkët me audiencën time që dua ta theksoj, dua ta veçoj? A kam dhënë lavdërime të merituara për klientët, bashkëpunëtorët apo kolegët e mi? A kam identifikuar fusha ku mund të bashkëpunoj me njëri tjetrin? Dhe tani, parimi i radhës për cilin do flasim është uniteti. Ndërkohë, mos harro të bësh subscribe dhe shihemi në videon tjetër.